që ekzekutivit të zotit Rama dhe sidomos legjislativit që është në këtë moment, duhet në vitin 2026 dhe në vitin 2027 të punojnë me të gjitha marshet e nevojshme, po përdor një term nga mekanika, për arsyën e vetme që të fitoj kohën për sa i përket mbylljes së kapitujve. Do jenë procese shumë të vështira për Shqipërinë. E para do jetë harmonizimi i qëndrimeve të dy partive kryesore në parlament, po dhe puna shumë e madhe burokratëve në terren për të parafruar këto ligje. Dhe për shembull, handikape të tillë, në fakt ky nuk është handikap, kjo është një çështje shumë e madhe. Nuk mund ta mbajnë peng qeverinë tonë. Dhe besoj që zoti Rama do jetë më interesuar që të vazhdoj projektin e tij, projektin me ekzekutivin e tij që të bëjë çmos që Shqipëria të mbylli sa më shumë kapituj, për të mos thënë që do i mbylli të gjitha sipas tij në fund të vitit 2027, sesa të merret me gjëra të tilla që e frenojnë rrugtimin e Shqipërisë. Do të ndoni, pse nuk e bën kryeministri Rama, pse nuk e bëri kur doli pikërisht ky vendim ndaj saj, ose momenti që u tregua që është në hetim, dhe pse mos e bëj tani, për shkakun, por duhet të presin në vijim? Sepse e para zoti Rama do të mbrojë argumentimin e çështjes të zyrës së tij juridike, po nga ana tjetër dhe atë që ai ka ngritur me të drejtë pjesën e futjes së drejtësisë tek ekzekutivi, që logjikisht është e drejtë. Por, po të shikosh me kujdes, drejtësia tek ne ka ngel pushteti vetëm që është më i besueshëm, jo vetëm midis shqiptarëve, po dhe midis huajve, i cili mund të kontrollojë ekzekutivin shqiptar. Dhe në këtë sens kemi gati dy të vërteta të cilat përballen me njëra tjetrën, dhe që në mendimin tim duhet të prevalojë e vërteta e cila më shumë lidhet me të drejtën. Dhe ajo që lidhet me të drejtën është që në qoftë se ato hetime për zonën Balluku janë të vërteta, dhe në qoftë se akuza është e kopsitur për sa i përket shkeljes që ajo ka bërë në tenderime, besoj që në këtë rast sistemi i drejtësisë është në rrugën e duhur. E vetmja gjë është që ata duhet të jenë më kurajos dhe më aktiv në mbrojtjen e vendimit të tyre. Do të ndoni, e fundit si pyetje, ju prekët në fakt edhe përpjekjen e qeverisë për të integruar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Në këtë luftë që bëhet nga ana e drejtësisë drejt figurave të larta, krijon një imazh të mirë apo është një rezultat pozitiv që tregon progres në Shqipëri? Absolutisht është një nga gjërat më të mëdha dhe po ta keni parë me kujdes që zoti Rama vërtet ka qenë skeptik ndaj drejtësisë dhe një pjesë e madhe njerëzve e kanë goditur drejtësinë, por më besoni që akte të tilla të drejtësisë kanë qenë vetmja pasaport deri tani që Shqipëria ka kaluar etapat dhe ka kaluar etapa të cilat as mund të imagjinoheshin vite më parë. Prandaj vendime të tilla dhe sidomos kur ato godasin, më besoni janë nga gjërat që Shqipërisi bën nder. Dhe ndërkohë dhe zoti Rama, paçka se paraqitet si kryeministër të cilit i dhimbset ose të themi është skeptik ose në disa raste është shfaqur jashtëzakonisht kritik ndaj drejtësisë, por po ta shikoni me kujdes ai është jashtëzakonisht i kënaqur, sepse është i vetmi mjet me të cilin ai tregon Shqipërinë. Sepse në qoftë se do fliste për korrupsionin dhe të tjerat, unë besoj që duhet ta mbante